Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot do ndaj me ju këtë tavë sa të shijshme po aq edhe e shëndetshme. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në tenxhere do shtojmë 3 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, varet se çfarë përdorni ju, një qep të prerë holl, 300 gram mish viçi dhe masën do ta skuqim. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Kjo është një recetë që gjyshet tona e përdornin kaq shumë, është e shëndetshme, sidomos nëse presht I keni të freskët, si këta që kam unë dhe vërtet doli shumë e shijshme. Do shtojmë kri, piper të zi, rigon, specë të kuq dhe ujë dhe e vendosim masën të zjej. Unë e kisha mish viçi dhe zjeu shumë shpejt. Nëse ju vonon, mund ta zjeni edhe në tenxhere me presion ose si është më e thjeshta për ju. Ndërkohë që mishi zje në një tigan me pak vaj ulliri rreth 2 lugë, do skuqim presht, do t'i presim në këtë mënyrë, kështu si tregohet në video, duke shtuar edhe një karrot të grirë në rende. Do t'i skuqim me kujdes në mënyrë që të mos na prishet ajo forma e preshve. Pasi janë skuqur pak, do shtojmë edhe një gotë oriz. Pra derisa të marrin këtë ngjyrën, kështu si tregohet, jo shumë, thjesht sa të shkrin pak, dhe do shtojmë një gotë oriz. Unë orizin gjithmonë e lajm, e kullojmë shumë mirë dhe ja shtojmë masës. Pasi e kemi shtuar orizin në tigan, do vazhdojmë ta skuqim edhe për pak. Pasi masa është gati, do ta vendosim në tavën e pjekjes. Nuk dua të harroj pa ju thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Gjithashtu është kënaqësi për mua të mësoj edhe mënyrën se si e përgatisni ju tavën me presh të freskët. Nëse keni ndonjë mënyrë tjetër ose ndonjë përbërës shtesë, mund të ma shkruani në koment. Pasi kemi vendosur masën në tavë, do shtojmë mishin që ka zjerë tashmë, lëngun e tij dhe ujë shtesë nëse nevojitet në bazë të masës së orizit. Pasi kemi vendosur të gjitha këto, tavën do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nëse soba përshpejton, mund të vendosni një letër kuzhine mbi të në mënyrë që të mos digjet. Ky është rezultati pas pjekjes, është vërtet shumë e shijshme dhe sigurisht mjaft e shëndetshme. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.